Të nderuar dëgjues, mirë se erdhët në emisionin Ligjërim dhe në podcastin e radhës që i dedikohet gjuhës, kulturës së gjuhës, çështjeve mbi gjuhën, përkthimeve letrare dhe gjithçka tjetër që ka të bëjë edhe me gjuhët në gjithë përfshirjen. Me mua sot në minutat vjuese të këtij podcasti është zoti Avnis Pahiu, publicist, diplomat, përkthyes. Mirë se erdhët zoti Avni. Me gjithë titujt që keni, kualifikimet dhe gjithë këtë gamën intelektuale, do të ishte paksa vogëlsi që t'i hidhë të përfshi gjithë veprat tua, angazhimet, gjithë titujt. Jam shumë e nderuar dhe mëse e respektuar që ju do të ndani këta minuta me ne, aq më tepër që për një kohë relativisht të gjatë ishit edhe drejtori i këtij mediumi dhe bashkë me punë ekipore kemi bërë shumë punë të bukura. Shtu është, faleminderit. Jam e nderuar që sot jeni këtu dhe do të përpiqemi që ta zhvillojmë bisedën pavarësisht emisionit që ka përmbajtje gjuhën në shumë segmente. Qysh në shkollën e mesme, ato vitet e 70-ta, fituat një bursë që të studionit, të shkonit në Amerikë. Do me thënë të njiheshit me mentalitetet të ndryshme, me një botë krejt tjetër përtej Atlantikut. Si hyri Amerika brenda teje në këtë periudhë? E thatë, do me thënë, atë epizod tjetës time, në një mosh fare të re, do me thënë, kisha 17 vjeç, kur isha atje, kreva shkollën e mesme atje në fakt. Ishte një udhtim në një botë krejtësisht tjetër, një botë që t'i prish konceptet jetësore, jap dimension tjetër. Dhe ishte pikrisht qëndrimi im atje që krijoj tonë një ndjenjë veçantë të respektit ndaj kulturës, ndaj letërsisë, ndaj gjuhës angleze tjetër. Më thonë, përpos të gjitha atyre të tjerave që arrita që të përveçoja, që në një farë mënyrë isha i dyzuar atër jetës, do më thënë, pak kulturës amerikane, pak kulturës tonë, e kështu me radhë, kom pasur rastin të toj edhe herave të tjera, me qëndrimet gjata në Amerikë, por baza, më thënë, e këtij interesimit tim, ka qenë pikrisht atëherë si i ri në shkollë të mesme. Çka more nga dheu? Gjithmonë kom pas një filozofi të thjeshtë, do më thënë, kur sa kom shkuar në Amerikë, madje edhe si ambasador në misionin tim, baza qëllimit ka qenë, të them në mënyrë figurative, që të marrë një copë dheu të Kosovës, ta dërgojnë në Washington. Dhe, kur kthehem, ta marrë një copë dheu të Amerikës dhe ta sjell. Kjo ka qenë ajo motoja që më ka shtyrë, me këtë dua të them që në atë cilësi, në atë kapacitet, më është dashur të sjell atje edhe kulturën shqiptare, edhe realitetin kosovar, e të gjitha vlerat që kemi ne si kombë, por nga atje të marrë, do më thënë, edhe gjërat të mira që ofron Amerika, një vend i demokracisë, i letërsisë. I letërsisë dhe gjitha kulturave. Është jo shpesh që një i ri të marrë atë gjën më të bukur nga dheu, të kultivoj vetveten, ta ngriti intelektualisht dhe pikrisht nga Amerika të kthehet këtu. Këto janë gjëra, janë raste të ralla. Është e vërtet nga kjo distancë, nëse themi, por atëherë ka qenë një atmosferë dhe një jetë krejtësisht tjetër nga kjo. Ne kishim një admirim për intelektualet, për vepra patriotike, për gjëra që na lidhnin me Kosovën. Andaj
gjithmonë kam menduar se duhet të rri në vendin tim dhe të kontribuoj aq sa mundem. Prandaj kur nuk më ka shkuar mendja që të krijoj një jetë Tjetër atje. në Amerikë. Për jashtë o atë dhem. Dhe më pastaj filluat punën në gazetën në Rilindja, në redaksinë e jashtme, njohja e gjuhës angleze sigurisht të brumosi të riun me dije, dhe puna me gazetar që atëherë, po edhe tani konsiderohen si doajenët e gazetarisë. Përapërsisht një njeri edhe e ndërton, edhe e formëson, ndihmoj njohja e gjuhës angleze që të dilni jashtë, të ndërtoni komunikime me personalitete jo të vogla, po me personalitete të larta, nga jeta shoqërore, politike, kulturore. Pikërisht, si gazetar hyra edhe në sajta asaj që flisja anglishtën që në atë kohë ishte pak raritet të këtëri. Kështu që mi hapi disa horizonte, në gazeta, ku njeriu mund të shpreh, të gjej mundësinë e shprehjes së vetë intelektuale, të bëj një punë me gjithatë kreative, se disa nuk e konsiderojnë gazetarinë. Mirë po, ka qenë një kohë kur ne po ndërtonim, ashtu si po ndërtojmë edhe sot, po ndërtonim një identitet tonë. Dhe kjo bëj edhe përmes shkrimeve, përmes gazetarisë, e cila në atë kohë natyrisht nuk ishte gazetari e lirë, por krijonim hapësira për aq sa mundeshim në atë kohë që paraqesim, më thënë, idealet tona si shoqëri, si komb e kështu me radhë. Kështu që më vonë, më thënë, arrita që të kisha mundësinë të udhtoja jashtë, të bëja intervista me personalitete të madje edhe të larta, si që theksurt, me kryetar shtetësh, me monark, do më thonë të gjitha llojet e kategorisht. Kështu që kjo më ka hap një botë të tërë, më thënë, edhe është diçka që më ka shërbyer shumë në jetë dhe në krijimin tim intelektual pastaj. Vitet e 90-ta pastaj ishin përcaktuese për shtetësinë e Kosovës, cili ishte roli i intelektualëve që flisnin rrjedhshëm, roli i përkthyesve, i njohësve të gjuhëve të huaja. Në vitet 90-ta u ballafaquam me një atakim të tmerrshëm, me një sulm të tmerrshëm kundër Kosovës, kundër qenë së saj, kundër kombit shqiptar, kundër intelektualëve. Dhe ishte koha një sprove të mëdha, një sprove të madhe. Dhe ne si intelektual u ballafaquam me çështje të papritura, siç ishte mbyllja e gazetës, Rilindja vetëm gazetë në gjuhën shqipe, që na bëri që ne të krijonim mekanizma mbrojtës dhe të vazhdonim misionin tonë. Ne në atë kohë në mënyrë gjysmë klandestine, gjysmë se bëm botimin e një gazete që do të zaventësonte Rilindjen të quajtur Bujku, që është përpara është marrë me çështje të bujqësisë, por që ne e shndruam gazetë të përditshme duke bërë do të thosha një modifikim të Bujkut, duke shkruar Germën B të madhe në faqen e parë të gazetës, që simbolizonte Rilindjen B. Dhe me këtë përkundër presionit dhe trysnisë jashtëzakonisht të madhe nga regjimet serbe, ne arritëm të plotësonim atë terri informativ që Serbia tentonte të krijojë në Kosovë. Dhe mendoj që kjo është periudha megjithatë më e mirë e gazetarisë sonë, sepse ne përfundimisht refuzuam kontrollin ndaj nesh nga pushteti,
krijuam një gazetari të pavarur në ato kushte të pushtimit. Nuk pranuam cenzurën, madje edhe vetë cenzurën, dhe i vum bazat e një gazetarie e cila në tërsinë e saj do të mund zhvilloj vetëm në kushte lirie si që kemi tani. Por në atë kohë ishte një gazetari që në fakt ishte pjesë i lëvizjes përgjithshme kombëtare, lëvizjes Kosovës për rujtjen e qëndësisë së saj, rujtjen e kombit. Dhe kishim edhe një solidaritet jashtëzakonshëm mes nesh si gazetar, si krijues. Në vitet 90-ta madje u ballafaqum edhe me çështjet e tjera, një kontribute të tjera rreth çështjes Kosovës. Duke përkthyer, duke takuar personalitetet jashtme, duke ndihmuar konkretisht në lëvizjen, në kontaktet me botën e kështu. Po se ishte koha e të formuarit shtet të Kosovës, të hapave të para për formimin e një saj. kohë dhe një represionit papare, një sulmit jashtëzakonshëm kundër çdo gjëje shqiptare që ndodhte. Dhe në gjithë këto katrahur ju ja keni dalë. Po angazhimi juaj diplomatik, zoti Spahiu, si përkthyes, po edhe si krijues, sa e ndihmon dhe sa e afron nga vetja një krijues, një përkthyes, një artist? Më shumë e ndihmon apo merr apo jep nga ai? Si diplomacia, më thënë, është një fushë tjetër, por që gazetaria ndihmon jashtëzakonisht shumë një gazetar. Nëse ka qenë gazetar me përvojë gazetareske, kjo ndihmon në diplomaci, sepse edhe diplomati shkruan raporte, merret me trajtimin e çështjeve, me Analiza. përshkrimin e takimeve kështu me radhë. Ndonë se këto janë më shumë shkrimet diskrete, që nuk kërkojnë ndonjë përpunim apo ndonjë mbashtrim me të gjerë, si që ndodhë në gazetari, por mjeshtria të shkruarit natyrisht është baza të gazetarit dhe kjo me ka ndihmuar shumë, më thënë që të kryj ashtu si duhet rolin e ambasadorit, diplomatit e kështu me radhë. Më thënë janë të ndërlidhura me gjithë Njëra me tjetrën. Dhe nuk është se, do më thënë, më shumë është një mit që artistit gazetaria i merë, nëse është artist, dhe po ta bëjë dhe punën e gazetarit, ajo do t'ja marrë atë pjesën artistike dhe ne dim që gazetari përshkruan. Absolutisht, edhe gazetaria të lënë me një ves, do të quaja, që pa marrë parasysh nëse je gazetar aktiv apo jo të cyt për të shkruar. Si ambasador me të kryer misionin bëra një libër, në fakt nga përvoja si diplomat, sepse nuk mund të rria pa bërë një gjë të tillë, pa shkruar një përvojë që jo vetëm për mu, por edhe për ne si shtet, përgjithësi ishte një risi, diçka e re që po krijonim diçka që të ngjall kënaqësinë, kur e bën, domethënë për e din idealin, edhe idealet që i kemi synuar të rjetës. Kështu që, më thonë, natyrisht, nëse futesh në botën e shkrimit, nuk mund të shkoqesh nga jo dhe do të vazhdosh të rjetës. Të bësh punë diplomatike dhe në të njëjtën anë të kesh delin për letërsinë, t'i adhurosh për kthyesit siç kishim Nolin e Madh dhe Kornicën e të tjerët me shok. Sa ishte nga ky kënd i ngushtë interesimi për të përkthyer veprat letrare të autorëve tanë në gjuhë të ndryshme, edhe karakteristikat që duhet i ketë një përkthim i mirëfillt, i dinjitetshëm, për të mos u larguar shumë nga brumi bazë. Ti përmende, më thënë, dy emra të shquar të kulturës sonë, Kornica dhe Noli. Natyrisht Noli ti atribuan përkthimet më të mira të tërësisë shqipe,
sot, të autorëve të mëdhej botëror. Ai ka qenë përkthyesi veprave të Shakespeare-it, tragedive në fakt, sepse njëherë ishte marrë vesh me Konicën që ai t'i përkthente komedit e Shakespeare-it, kurse Noli t'i përkthente tragedit, dhe pas një viti kur u takuan, Noli i kishte kryer përkthimet e tragedive, ndërsa Konica me atë sarkazmin e tij përgjigjet se nuk e ka kryer këtë punë sepse s'ka kush t'i lexoj nga shqiptar. Mirë po, prandaj kemi pasur vetëm tragjeditë e përkthyera deri vonë, e komeditë janë përkthyer më vonë nga autorë të ndryshëm. Por që të dy, më thënë, kanë vënë themelet e një prezentimi të letërsisë botërore. Dhe gjithmonë i kam admiruar për këtë. Unë vetë ju marrë me dëshirë të madhe, pasion, kam përkthyer mbi 30 vepra. 30 vepra të autorëve të jashtëm, por edhe të autorëve shqiptarë në anglisht, në gjuhën të botuara, madje edhe në Amerikë, në Angli, Britani të Madhe. Nga këta dy shkrimtar të mëdhenj, po atë mbas edhe nga të tjerë, cili ishte ai influencori, bëri influencë më shumë tek ju? Më intereson të di, influencoi më shumë Noli, Konica? Po secili në formën e vet. Po ka pas ato veçantitë. Se dhe natyra të ndryshme kanë qenë ato. Pikërisht. Ky Noli ka qenë, duhet të them, punëtor më i madh, ta shuaj kështu. Dhe nuk është ndalur se punuri në fusha të ndryshme, por edhe të përkthimeve dhe të shkrimeve. Ai është autor i vjershave të jashtëzakonshme, historian, muzikolog, madje ka shkruar veprën Beethoveni dhe Revolucioni Freng, një libër biografik për Beethovenin, që është konsideruar një ndër veprat më të mira që kanë bënë me Beethovenin. Dhe këtë e ka bërë në moshën 62 vjeçare, domethënë nuk është ndalur asnjëherë. Konica ka qenë tjetër tip, thash me një ironi të jashtëzakonshme, por si autor ka qenë po ashtu i jashtëzakonshëm dhe sot me kënaqësi ato që ka lënë ai lexohen. Për fat keq nuk ka lënë shumë, por i ka disa perla të quajtë që janë sot në letërsinë shqipe. Konica ka qenë edhe diplomat i shquar, ashtu si edhe Noli. Meritat e Nolit për pranimin e Shqipërisë në lidhje në kombeve kanë qenë të pashmorë. Po, pikërisht edhe Konica ka rritur në Washington, që të jetë edhe dekani i trupës diplomatike në Washington dhe të ketë respektin jashtëzakonshëm të diplomatëve tjerë, edhe të departamentit të shtetit. Mendoj që në që të dy këto aspekte, këto fushat e intelektualizmit dhe të diplomacisë, janë dy emra të cilët nuk bën të anashkalohen në çdo studim apo hulumtim që bëhen nga breza të ashme në këto fusha. Në këto fusha. Keni përkthyer edhe fjalimet e nobelistëve, zoti Ismail. Po. Sa mund të marrim, domethënë, atë pjesën më të mirat, atë kajmakun e thënieve të mira, se nobelistët ne e dim që janë rangu më i lartë i fituarjes së një çmimi. Po pikërisht këtë. Sa ishte vështirë për këtë shkak. Po nëse e merr një punë me pasion nuk është, por fillova si një çështje e interesimit personal. Më interesonin të lexoja ato fjalë që kishin mbajtur ata ligjëratat pas marrjes çmimit Nobel,
të autorëve botëror, duke filluar nga i pari me 1909 deri me 2022. Po. Janë përfshirë të gjithë. Dhe kur fillova ti lexoja që mlindi ideja që pse si grumbullojmë këto në një vend Po. në gjuhën shqipe dhe të kemi, domethënë, një prezantim të tyre. Unë jam mjaft i lumtur që kam arritur ta bëj këtë, një libër voluminoz prej mbi 900 faqe. Dhe të bëja edhe pashtu një prezantim, një hyrje time në përshtypjet e mia rreth autorëve, rreth fjalëve të tyre, që janë fjalët me lejtare të letërsisë. Prandaj e thash se është e vështirë të kapen. Po me një kujdes dhe me një dashuri Pa dëmtuar. teksti, pa dëmtuar, natyrisht, po është më të vërtet kënaqësi ti lexosh, sidomos disa prej autorëve të mëdhenj, mendimin e tyre për letërsinë, për jetën, për raportet njerëzore, për historinë njerëzore e kështu me radhë. Janë jashtëzakonisht interesante. A përkthehet mjaftueshëm tani letërsi, zoti Ismail? Mendoj që përkthehet mjaft, sidomos në Shqipëri. Problemi është që ky komercializimi ka bërë që të krijohet një lloj nxitimi në përkthime, sepse tani kemi përkthime të librave, disa dhe të bestsellerëve, që për shkak të kohës duhet përkthehen sa më shpejt. Dhe kum parë që nganjëherë ka pakujdesi Në përkthim. në përkthim, sidomos në leksikun e tjerë, duke përdorur. Apo e dëmton pak edhe teknologjia në mënyrën e përkthimit? Natyrisht, teknologjia do të zëvendësojë një ditë çdo gjë. Më thonë, ndoshta sigurisht edhe përkthimin, por edhe autorsinë e shkrimtarëve kështu me radhë. Kjo është një diçka që mund të shihet me keqardhje, por mund të shihet edhe si avancim. Është Po. pavarësisht, por Pavarësisht cilën pjesë kap. tash për tash, derisa ne ende përkthejmë, prezantojmë letërsinë ato, ajo duhet bërë në mënyrën si duhet. Po diçka nuk do të arrit përkthehet asnjëherë. Nuk do të arrit teknologjia asnjëherë ta përthith nga vetja ose ta zhduk shpirtin e artistit. Natyrisht. Ne po flasim për diçka njerëzore që është shumë e thellë. Sigurisht. Po. Nga aspekti teknologjik, po. Këto vit pas viti, do me thënë të gjithë punës tënde, dhe ambasador në Amerikë, pastaj këtu drejtori i këtij mediumi, vazhdimisht jeni në punë sipër. Asnjëherë nuk rreshni së punuari. Ko më parë keni nxjerrë edhe librin me fjalimet, kolumnet, gjitha shkrimet në gazeta, gjithë kjo ambicie për të nxjerrë më të mirën. Sa lehtëson kjo? Kjo është krijuar një rutinë do të thosha më shumë jetësore. Edhe njeriu vazhdon me edhe të martesë, sepse është diçka normale. Po një krijues pasionant gjatë gjithë kohës, për një punëtor të hyer. Pikërisht ndodh, domethënë, edhe nga interesimi, por edhe nga shprehja. Dhe krijon në jetë një shprehi dhe vazhdon ta bësh. Edhe gjithmonë je në kërkim të gjërave bukura që nesër do të mund të vlerësoheshin, që të shihet se nuk e punuar kot. Por janë disa gjëra që jam përpjekur që ju përmendet edhe këtë librin me esejnë nga shkrimet e mia të mëparshme, por mendoj që paraqet një kuriozitet. Për më tepër ndoshta edhe një shembull i të shkruarit të asaj kohe që mund t'ju shërbejë edhe gazetarëve të rinj sot, se si bëhet një reportazh, një për shkrim, një kolumnë, një zhanre tjera të gazetarisë, dhe kjo më jap një kënaqësi kur e shoh të shkruar dhe të kompletuar në formë libri. Cilat nga zhanret janë më të vështirat për të përkthyer? Është poezia që është si art më elitar, apo ju mendoni që ka diçka tjetër? Së fundi kam përkthyer një antologji
po ashtu kam përgatitur edhe vetë me hyrje me të gjitha të poezisë amerikane. Në Amerikë ka poet, të mëdhej poet, duke filluar prej emrave të njohur traditës që sot mësohen edhe në shkollat amerikane, por edhe gjenerata e re e poetëve të Amerikës. Dhe të përkthesh poezinë, ndoshta nuk të merr aq shumë kohë fizike, sa të merr kohë mendore. Më thënë është një punë mendore që duhet sepse çdo varg duhet të studiohet me kujdes të shihet se çfarë qëndron pas një vargu, pas një metafore, pra gjithë që kjo në mënyrë ma besnike sillet në gjuhën tonë, gjuhën amtare. Po ashtu edhe në përkthimet e poetëve tanë, për shembull kam përkthyer poetët tanë, duke filluar nga Zem Shkreli, Ali Podrime e të tjerë, dhe duhet bërë përpjekje për as sa mundër që poezia tyre, porosia, mesazhi, gjitha ato të sillen në mënyrë sa më besnike në gjuhën në cilën përkthen. Si shpërkthej Noli Edgar Allan Poe, nuk do Pikërisht. të bëhej asnjëherë një kurr më bukur e thurur. Po Khajamin e të tjera. Më thonë kemi mjaft shembuj bukur. Dhe kjo është, më thonë, një sfidë. Proza kërkon një angazhim dhe një punë, do ta quaj edhe fizike me të gjatë, ndonse kur ke para vetes një roman të mirë, që ka një rrëfim të bukur, që ka një thurje të bukur, atëherë është po as një kënaqësi për të marrë me atë punë. Një libër nxorret, po ju sigurisht do të keni edhe diçka në kompjuterin tënë që jeni duke e punuar tani, duke e radhitur. Ç'keni duke bërë aktualisht? Duke punuar në një libër, më thënë nga përvoja ime si ambasador në Turqi, po ashtu jam duke bërë një libër nga udhëtimet diplomatike të doktor Rugovës gjatë viteve të 90-ta, duke qenë se isha shoqëruar si ti në udhëtimet, në takimet kryesore ndërkombëtare. Dhe i kam ruajtur ca shënime dhe tani po përpiqem që të bëj një libër që merr vetëm me këtë aspekt të veprimtarisë së doktor Rugovës. Dhe këto janë dy projekte me të cilat po merrem tani. Mua më vjen shumë mirë që nuk ju keni rreshtur asnjëherë punës. E thash që në hyrje kemi bërë shumë punë të bukura këtu bashk, dhe uroj që tani e tutje të keni shëndetin e plot dhe të pasuroni fondin e bibliotekave tona me gjëra kaq të mira në përkthime të librave të dinjitetshëm, që jo gjithmonë bëhen ashtu si duhet, dhe të kemi fatin që të nxjerrim në dritë edhe shumë përkthime të reja të autorëve të ndryshëm. Faleminderit, për mua ishte kënaqësi të kthehem, domethënë të rikthehem në radio këtu ku kemi punuar së bashku, duke ndërtuar transmetuesin publik. Po. Një radio të respektuar, një televizion të respektuar.